isha tip organizativ dhe mendoja se mundem për shembull, nëse ti je udhëhec si institucioni, unë të ta bëj mirë PR-in, të dalish, kisha sens PR-i. Edhe ato më në fund thoni, ti me këndje bashkëpunim, kush je ti? Si e ti? Ti punoje për ata? Ata Ato dyshonin për hyni ty? në hipoteza të tashme dhe më thoni, më ka thënë një ministër i ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor, në kohën kur unë kam punuar, nga Tetova është, më ka marrë në zyrë dhe më ka thënë, shife Liridona, ti je e pa dëshiruar këtu. Kam thënë, pse? Si ja përmend emrin se të ne të mbysin për të dhëna personale, më kanë mlodh. Po e din ato kush janë. Shkon shtëpi. Thash, pse ministër? Tha, ja shkon shtëpi. Shumë fol. Flet keq tha për njerëz të partisë tonë, tha nuk jeti e këtu e dëshiruar. Edhe Kështu ka ndodhur? po, kështu ka ndodhur. Edhe unë normal isha viti 4 në fakultet, me para nuk kishim, gjendja financiare e dobët. Ka qenë ministria në katin e 12 në Shkup. 12 kate poshtë lotët shumë këra, bam, 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 bam. Shumë djesha ke tok, të prisha busin, dvije, keq, vetëm qaja, nga i nati. Tha, Rogën, nuk do të ndalë, vetëm ik për këtu. Ik, tha. Edhe okej. Punova prap me një institucion tjetër në komunë, kryetarja e komunës, më patë pa dëshiruar. Isha revoltosha, vinte njeri u për shembull, banori i Tetovës nuk e merr një brenda. Kryetare, ka njeri nga fshati, ka hall, i ka hy ujtë në shtëpi. Jo, plas kanalizacioni, pranoje brenda. Thojte, një ditë tjetër, parat ishte krejt normale, për mund ishte pa dëshirueshme. Edhe unë revoltosha, reagoja, mundohesha t'i ndihmoj privatisht, për shembull me shefin e ne podcast, me dikën tjetër. Edhe aty isha për dëshirueshme, edhe aty më hoqën nga puna, kështu, derisa lindi pa cenzurë. Okej, në institucione, po në gazetari? Në gazetari, po, edhe ashtu kam filluar. Kam filluar normal në medium lokal, aty kam kaluar shumë mirë. Atë nuk mund ta mohoj, drejtori i televizionit nderoi raporte shumë të mira, i vetmi udhëheqës që ka qenë shumë pozitiv. Po ai prej kur hyra unë në fillim tha, ti je këtu shumë shkurt. Thash pse? Tha, ty do të marrim më njëherë. Ti këtu fillo, puno, jep maksimumin, po do të kalosh në instanca tjera. Tha, ka libri yt, vazhdo në instanca tjera. Edhe ashtu ndodhi, po ai nuk pat asnjë hatërmbetje, pastaj kur më kërkuan në televizione të tjera të punoj, nuk pat asnjë hatërmbetje, vazhdo karrierën e ke përpara, turoj vetëm fat suksese, nuk pat asnjë lloj hatërmbetje. Tani? Tani, edhe pastaj hyra. Sa herë nga gazetaria të kanë nxjerrë për punë? Edhe pastaj, y vazhdova, normal ngela pa punë, ishta shumë në gjendje të keqe, të dikun, as portalet, as televizionet, as askush nuk më pranonte në punë, për shkak të natyrës sime të pakontrollueshme. Revoltuese, e pakapshme, edhe gjithmonë kanë menduar dikush e dirigjon. Ka dikush që mundet, është i fortë edhe dirigjon edhe mundet është të jetë një person cili mund ta shkaktojë probleme të lashe. Hyra me një vend pune tjetër në Shkup, punonin me një portal, aty fillova gazetari investigative shumë të rëndë. Aq shumë, domethënë, që për ironi të fatit, sot ka kaluar, domethënë, në instancën e fundit tema e cila lindi portalin tim. Në instancën të fundit ajo lënda dhe është kthyer, domethënë, është bërë e pavlefshme, po ka ndodhur para 6 viteve. Aty fillova gazetari investigative, tema shumë të jashtëzakonshme, shumë të mira, na thirrën edhe ambasadat, më ofruan mbështetje të jashtëzakonshme, fillova të bëj tema për shembull për ISIS-in që kush nuk kishte folur, ne bëna tema të fuqishme, pavarësisht të gjitha pasojave, unë kisha shumë dëshirë të bëj ato tema, deri në moment që bënë për një rast që ishte të burgosur disa të pafajshëm, rasti Alfa, me burgim të përjetshëm, por nuk e kishin kryer veprën. Unë e mora, domethënë, pjesën e parë të emisionit e realizuam aty, edhe pjesën e dytë kishim të shfaqim një video i ingjizimit, cila do ta kthente komplet situatën në anën tjetër, nuk i shfaq asnjëherë. Ai video i ingjizim. 12 vjetë, domethënë, kishin qenë ato në burg, po ai video ingjizim do ta bënte kthesën. Po, kthesën do ta bënte. U tregonte se si ka ndodhur ngjarja, vrasja. Edhe unë, kur e mora video ingjizimin, e kishin disa njerëz video ingjizim, po kërkuj se ka shfaq në media. Unë thash, unë e shfaqin në media.
Okej. Thanë, jo, se mundet të të burgosin, është proces hetimi, e diçka tjetër. Unë thash, unë e shfaqin media. Edhe shkova të pronari i televizionit, e entuziazmuar, sepse unë kur e kam marrë vesh atë emision, atë rast, unë prej Shkupin të Tov kam vozit, nuk mund që ta besoj se si mundet me atë shumë provat të cilat e kundërshtonin komplet vendimin gjyqësor, njerëz pa fajshëm rinin në burg. Edhe unë i thash drejtori i televizionit, të portalit, unë të ta postoj video, kishim bëni material të mrekullueshëm, a i tha, okej, mirë, pas të ka dalë në kafe, sigurisht ka pyet njerëz, nuk e di, bëve të po them hipotetikisht, edhe merdh mu më tha, ka diçka, ti dëshiron të më bësh dëm mua, ti e ashtu, ti e kështu, prezantimi i këtij videomateriali do na e shkatroj neve krejt jetën, tha. Ti do të më vendosh në konflikt me gjithë shtetin. Thash, jo, do të bëjmë një punë shumë mirë, largohu, tha prej këtu. Edhe unë largova prej pune, atë ditë moment. Të gjithë kjo që ke përjetuar. Vetëm të tregoj një sekundë. Edhe u largova prej aty prej pune dhe kam kërku një kolegun tim gazetar, e kam kërku në telefon. Kam thënë, Valmir, sa ato kishin një media tjetër, portal tjetër, po kishin me studio shumë mira. Kam thënë, Valmir, më ka largu be ky prej pune, çka të bëj? Ka thonë, Heli Ridon, atë unë, me njëherë bëne emisioni, prej të une, sonte ta postojsh. Unë prej aty kam shku direkt e ai portali tjetër. Edhe kemi montu me telefon, kemi xhiru, kemi bo video ingjizimin atë natë. Edhe e lajmërova në Facebook, thash domethënë, prej aty ku isha, dola prej punë,